Për hir të opinionit më duhet të lexoj nenin e propozuar nga qeveria, pasi që amandamenti i Komisionit Kushtetues është pothuajse i njëjtë me atë të qeverisë, vetëm sa i është ndryshuar terminologjia disa fjalëve. Ky nem thot, gjykatësit ndërkombëtar të emëruar në pajtim me kushtetutën dhe këtë ligj, vazhdojnë të marrin pagën e tyre të specifikuar sipas kushteve të emërimit të tyre. Qeveria e Kosovës siguron fonde për gjykatësit ndërkombëtar në vlerë të barabartë me pagën e gjykatësve vendor. Formulimi i këtij neni në këtë mënyrë është në kundërshtim të plotë me idenë e këtij ligji dhe logjikën e tërë procesit të mbikëqyrjes. Pra, përderisa po thuhet që përfundon mbikëqyrja e pavarësisë, neve na është sjellur një projekt ligj, nenet të secilit janë në kundërshtim me qëllimin e këtij ligji, pra ky ligj në vend që të bëj heqjen e tërësishme të mbikëqyrjes së pavarësisë, po i bën gjithë këta zyrtar ndërkombëtar kategori juridike. Gjithashtu, arsyetimi im bazohet edhe në faktin se neni i tillë është në kundërshtim edhe me nenin 152 të Kushtetutës Republikës Kosovës, i cili nen tregon qartë që gjykatësit ndërkombëtar kanë mandat deri në përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare. Andaj këta gjykatës ndërkombëtar duhet ta përfundojnë mandatin e tyre dhe përbërja e gjykatës kushtetuese të parashihet sikurse me nenin 114 të Kushtetutës Republikës së Kosovës, i cili nen specifikon se nga sa gjyqtar përbëhet gjykata kushtetuese, kush i emëron ata, si votohen, kush i monitoron dhe sa kanë mandatin. Faleminderit.